Territori i Kosovës për datën 24 maj 2026 do të karakterizohet nga moti ndryshueshëm me vranësira të pjesshme dhe rreshje lokale të dobta në disa zona perëndimore dhe jugore. Paraditja do të jetë më e qëndrueshme me intervale me diell, ndërsa pasditja sjell rreshje të lehta të përkohshme në disa rajone. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 24 gradë Celsius. Era do të flyet lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar deri i lartë rreth 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:58 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:06 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 13 deri në 24 gradë Celsius. Podujev, 12 deri në 20 gradë Celsius. Skënderaj, 14 deri në 23 gradë. Pej, 14 deri në 21 gradë Celsius. Prishtinë, 13 deri në 20 gradë Celsius. Gjakov, 14 deri në 23 gradë. Malishev, 14 deri në 21 gradë Celsius. Gjilan, 12 deri në 18 gradë Celsius. Therizaj, 14 deri në 18 gradë Celsius. Kaçanik, 12 deri në 17 gradë. Suharek, 14 deri në 20 gradë Celsius. Prizren, 14 deri në 18 gradë Celsius.